Meksi, që e përshëndes, kam respekt për të, që e di mirë historinë. Se ka qenë aty, mvuri dhe këmbën dhe dera, mos dil, tha. Mos dal. Rije aty. Kështu që, si që bë me TikTok. Çfarë ndodhi me TikTok? Kur ne bëm këshillimin e gjërë me 65.000 prindër dhe mësues, 95% e tyre thanë të mbyllet. Tani, pa tjetër që 95% e prindër mësuese nuk janë socialistë, larg qoftë. Janë shumë më pak. Dhe një pjesë e mirë e tyre nuk votojnë për ne. Një pjesë e tyre janë akoma në efektin e knetës, por ama, kur erdhi puna te fëmijët, as nuk pyetën fare që Edi Rama po thotë të mbyllim TikTokun. Jo, s'kemi për ta mbyllur TikTokun, me që e thotë Edi Rama. Po thanë të mbyllet. Sepse fëmijët i vunë përpara politikës, interesin e fëmijëve e vunë përpara tifozllëkut partijak. Ky është i më të maj. Fiks, ky është i më të maj. Interesi i Shqipërisë është përpara tifozllëkut partijak. Nuk ka pikë rëndësie e do se do Edi Ramën, pëlqen Edi Rama, Edi Rama është ashti në këtë moment këtu, dhe unë dhe Partia Socialiste ta garantojmë që mbyllim negociata dhe hyjmë Bashkimin Evropian për të gjitha llojet e niveleve që kemi arritur të kemi në raportin me Europën. Që nga nivelet shtetërore, tek nivelet qeveritare, tek nivelet institucionale, tek nivelet personale. Nuk ka pasur asnjë udhëheqës Shqipëria që udhëheqësit e tjerë të Europës t'i ketë në celularin e vet. Nuk ka pasur. Po kjo është një histori për libra, nuk është një histori për t'u treguar për sa kohë unë jam në detyrë, dhe nëse ndonjëherë do ta tregoj, atëherë do ta tregoj. Por nuk ka rëndësi. Pra, pse e them këtë? Sepse nuk duhet kemi asnjë luhatje tani. Dhe këtu nuk është çështja që ja do fitoj Partia Socialiste aritmetikisht. Pra, do marrë Partia Socialiste 71 deputet. Partia Socialiste nuk diskutohet. Çështja është Partia Socialiste të marrë një mandat të fortë që mos ketë më asnjë luhatje procesi dhe mos i dali njeri përpara negociatave, mos i dali njeri përpara bashkimit me Europën. Pastaj, si jam unë në 2029, do mbaron mandati im 2029, kemi kry punë. Paka shumë ratifikimi merr një 2 vjeçar, unë besoj që do bëhet dhe më shpejt këtë herë për shkaqet që dihen, por kemi kry punë dhe a jam unë që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania apo është dikush tjetër, kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë ama do ta vë atë Albanian.